Sipas mediave turke, një informacion i fshehtë çoi mbrëm në arrestimin e aktorit të njohur Can Yaman në kuadër të një operacioni antidrogë në Stamboll. Can Yaman ka rënë shqiptare nga ana e gjyshërve të tij, të cilët u larguan nga Kosova gjatë luftës dhe u vendosën në Turqi dekada më parë. Sipas asaj që raportojnë mediat turke, prokuroria nuk kishte lëshuar një urdhër arresti për Yaman në kuadër të hetimeve, por kishte urdhëruar kontrollin e 9 lokaleve, mes tyre edhe hoteli Bebek, ku aktori i Sandokan po kalonte mbrëmjen. Megjithatë, duket se dikush kishte sinjalizuar se aktori përdorte drogë dhe gjatë kontrollit të diskotekës atij ju gjetën me vete disa substanca narkotike. Për këtë arsye Yaman u arrestua. Operacioni nisi pas mesnatës dhe në disa lokale u gjet drogë. Aksioni ishte i synuar për të goditur disa personazhe të njohur. Gazetat publikojnë gjithashtu fotografi që tregojnë lloje të ndryshme të drograve, të cilat dyshohet se janë sekuestruar gjatë operacionit.